Është përkujtuar përmes një aktiviteti të zhvilluar në Bibliotekën Thimi Mitko të Korçës, 100 vjetori i shpalljes së vendit Republik Presidenciale më 21 janar të vitit 1925. Biblioteka Publike Thimi Mitko me mbështetjen e Bashkisë Korçë në bashkëpunim dhe me Akademinë e Shkencave dhe me Departamentin Histori Gjeografi të Fakultetit Fan Stelianoli, do të kujtojë një ngjarje të rëndësishme historike, madje një nga ngjarjet më të rëndësishme historike të shtetformimit shqiptar, 100 vjetorin e themilimit të Republikës Presidenciale, në të cilën Asambleja Kushtetuese shpall president Ahmet Zogun, i cili institucionalizoi shtetin shqiptar. Gjatë aktivitetit u promovua shtypi korçar i kohës, i cili ka pasqyruar aktivitetin e Republikës së Shqipërisë në vitin 1925, ndërsa u përkujtuan edhe personalitetet korçare që kanë kontribuar në politikë dhe administrim gjatë kësaj periudhe. I ftuar i veçantë ka qenë nipi i Koçokotës, Harallamp Kota. Kjo ishte ajo lëvizje që bëri Ahmet Zogu, mbasi u kthye nga emigracioni, mbas kryengritjes së qershorit, që u kthye me legalitetin në dhjetor të 1924-s dhe në janar të 1925-s u zgjodh kryeministër i Shqipërisë. Atëherë mblodhi Asamblenë Kushtetuese, e cila zgjodhi formën e regjimit politik në Shqipëri që do ishte Republika. Harallamp Kota i ka dhuruar edhe librin e tij më të fundit Bibliotekës së Korçës, i titulluar Tirana, vendbanimi hershëm i fisit Pellazgo Ilir të Etruskëve Tyren.